Drejtor. Mirë se erdhe. Si e? Mirë, si jeni? Si e qonti? Mirë. Si jeni? Si jeni shoni juve? Mirë. Jemi në stacionin Tirana 2, apo jo? Tirana 2 është pika kyçe e OST-s. Këtu ne operojmë me 3 nivelet të tensioni, 400 kV, 220 dhe 110 kV. E them që pika kyçe sepse këtu furnizojmë veriun, furnizojmë jugun, edhe pjesën kryesore të Tiranës. Ne kemi bërë një investim të kohë të fundit në stacionin Tirana 2 nëpërmjet bankës gjermane, e cila ka KFV-s. Por në bashkëpunim me OST-n duhet thënë kjo, pra kemi pasur një mbështetje financiare nga KFV-ja për 40 milion eurosh, por ndërkohë që gjitha kostot lokale, shpronësime dhe gjithçka tjetër mbulohen nga vetë operatori transmetimet, për të ndërhyrë në këtë në stacion kaq të rëndësishëm, pra Tirana 2, i cili ofron energjinë jo vetëm për zonën e Durrësit, por për gjithë jugun perëndimor, le të themi. Gjatë implementimit të kësaj linje, që furnizon Durrësin edhe pjesën e jugut, kjo linjë është në dy lloje nivele tensioni, 400 dhe 220. Për momentin ne po operojmë vetëm në dy lloje tensionesh, 220 kV. Në planin afatmesëm kemi vulimin e linjës 400 kV që na ka ngelur vetëm në pjesën Rashbull-Fier. E kam vizituar Rashbullin, nëse nuk gabojm, rreth një vit më parë, kur Skerdi drejton të OST-n atë kohë, dhe e truja aty ka qenë edhe aty e mirë. Këto janë pjesë e paketës parë, apo jo? Po, të paketës parë. Pra, Tirana 2 dhe Rashbulli janë pjesë e paketës parë të... Është loti parë. Me mbulimin e kësaj linje, gjatë sezonit turistik, ne patëm një lehtësim të stakimeve, njëkohësisht edhe një mbulim të zonës jugut. Lehtësuam atë linjën që kalonte nga Fieri, nga Rashbulli në Fier. Njëkohësisht, projekti është përfshirë në 2 lote. Në lotin e parë kemi zgjerimin në stacione dhe në ndërtimin e në stacionet Tirana 3. Nga ku punimet tek 2 në stacionet, zgjerimet kanë përfunduar tek Rashbulli dhe tek Tirana 2. 2 transmetorët janë vënë në punë edhe po operojnë në kohë të rregullt. Njëkohësisht tek ndërtimin e stacionet Tirana 3 jemi në fazë ku kanë mbaruar punimet civile. Po vazhdojmë punimet për ndërtimin e godinës kudo vendosen pajisjet sekondare. Edhe besoj që deri nga shkurti, besoj që e mbyllim edhe në stacionin Tirana 3. Shkëlqyer, jemi brenda gjithë kushteve kontraktuale, apo jo? Njëkohësisht, nga mbarimi në stacionit, ne dalim edhe me 3 linja që furnizojmë Selidhën, Sharrën edhe traktorat, që japim një siguri të shtuar të Tiranës. Drejtor, po lexoja në memon që ishte bashkangjitur vizitës sot, që niveli i humbjeve ka arritur në 2.1. Po, e vërtet. E vërtet. Gjithë investime kanë bërë që uljet të bien. Humbje teknike të bien. Patjetër, sepse ne gjithmonë kemi informuar publikun për sa i përket humbjeve teknike të OSHE-s. Duke qenë se OSHE-ja është, le të themi, furnizuesi dhe duke qenë shpërndarësi, njerëzit padyshim e kanë shumë më të lartë interesin për OSHE-n dhe gjithmonë operatori i transmetimit është si diçka më e largët për ta. Por operatori i transmetimit është shtylla kurrizore e rrjetit ton energjetik. Dhe padyshim njerëzit tashmë e dinë shumë mirë që në vitin 2013, kur qeveria Rama mori punët për të drejtuar, humbjet në sistemin e shpërndarjes ishin 45%, ti vjen nga OSHE-ja. Pikërisht. Por nga ana tjetër, sot ne kemi arritur në 17%, është bërë një punë kolosale dhe 17% është një mesatar për gjithë Republikën. Pa harruar se kemi vende, për shembull siç është rasti i kombinatit, ku kemi 4% humbje, që janë nivelet europiane. Por për OST-n asnjëherë nuk kemi folur se si janë ulur, bazuar mbi investimet, mbi planin ton strategjik të zhvillimit të operatorit transmetimit, se si janë ulur humbjet. Sa kanë qenë humbjet më përpara? Rendi 2.5%, po disa vite që ka stabilizuar të dyshi, momentalisht deri tash është një nivel është 1.9. 1.9, okej. A është ky një nivel i mirë krahasuar me gjithë rajonin? Po, se të zakonisht në ka nivel 2.5, 2.7. Shkëlqyer. Pra jemi
jemi në një nivel të kënaqshëm për sa i përket humbjeve. Në ndërkohë, unë e them gjithmonë në të gjitha takimet ndërkombëtare që ne kemi, që padyshim pjesa e operatorit transmetimit është pjesa më e rëndësishme që ka sistemi energjetik i një vendi, pasi është edhe ajo që na lidh me rajonin, me fshinjën. Flitet prej kohësh për planet që OST-ja ka, për të gjitha projektet e reja që u keni. Ne kemi disa projekte të reja të cilat lidhen me linjat e interkoneksionit. Kemi linjën Fier-Bitola që jemi duke mbyllur, kemi ecur mirë aty apo jo? Dikur kemi qenë ne më pas, por tashmë është Maqedonia dhe ne jemi duke avancuar shumë mirë Shqipëria. Bravo. Jemi duke i ndjekur në vazhdimsi. Edhe do na shërbejë për këtë pjesën e unazës brendshme të 400 kV që na lidh nga Fieri në Elbasan. Shumë e qartë. Njëkohësisht po vazhdojmë me studimin e fizibilitetit në linjën me Greqinë që kemi prapë. Për ta trefishuar tashmë. Po, patjetër. Po bashkëpunimi me ta është shumë i mirë. Shumë i mirë. Jemi drejt mbylljes studimit të fizibilitetit. Kjo është e rëndësishme. Dhe ne kemi 400 dhe po mundohemi të shkojmë në 1200. Në 1200. Kilowatt. Po. Njëkohësisht këtu te ky stacion ne kemi instaluar disa pajisje të reja të cilat janë rregullues tensioni. Në vitet e fundit u shfaqën disa problematika edhe në rajonet e tjera, por për ta paraprirë ne kemi investuar në 2 stacione, në Tirana 2 dhe Elbasan 2. Këtu në Tirana 2 kemi 2 transformatorë që rregullojnë tensionin, një në tensionin 400 kV dhe tjetri në tension 220 kV. Të dyja këto pajisje na kanë sjellë një siguri gjatë kohës kur importet janë shumë të larta, sepse nuk ka ngarkesat janë shumë të vogla dhe kemi një rritje të tensionit. Gjatë kësaj kohe kur rritet tensioni, na ndodhin problematika që na stakohet nga mbrojtja dhe për këtë arsye këto pajisje janë rregullator të këtij sistemi. Duhet thënë që volumet e transmetimit të energjisë elektrike janë rritur ndjeshëm 5 vjeçarin e fundit në të gjithë rajonin. Ne këtë e shikojmë sidomos gjatë periudhës të verës, duke qenë që tashmë edhe vetë Shqipëria është një vend ku numri i vizitorëve i shtohet numrit të banorëve duke e rritur me disa fisha të, pra edhe kërkesën për energji. Dhe gjithë transmetimi që ndodh nga Greqia në drejtim të Shqipërisë apo Anasilltas apo edhe linja e Malit të Zi që përdoret edhe për eksportet në Itali janë gjithmonë të ngarkuara. Kjo është arsyeja pse Republika e Shqipërisë prej kohësh përmes operatorit transmetimit dhe Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë është ulur në tryezën e negociatave me qeverinë italiane, me Ministrinë e Energjisë italiane, por edhe me kompaninë, pra me operatorin e transmetimit italian që quhet Terna, për të diskutuar edhe me një partner të tretë, faktikisht janë Emiratet e Bashkuara, për të diskutuar për ndërtimin e linjës nënujore direkt që do të lidhë Shqipërinë me brigjet italiane. Sigurisht kjo është një punë kolosale që kërkon një kohë për ngjizjen e saj, për sa i përket studimit fizibilitetit, projektimit, gjetjen e pikave të duhura të lidhjes, pasi në rastin e energjisë nuk mund të shkosh në pikën më të shkurtër, po duhet shkosh pikërisht atje ku Italia ka kapacitete për të përfituar, apo jo? Dhe pastaj gjithë çështjet e batimetrisë dhe gjithçka tjetër që kanë të bëjnë, pasi të shtrosh një linjë nënujore nuk është njësoj si linjat e tensionit që ju keni në ajër. Edhe cila është një sfidë për OST-n. Ne jemi të angazhuar gjithë që ky projekt të mbështetet nga ana jonë dhe të jetë një nga sfidat e radhës. Por patjetër unë besoj që ashtu siç i kemi realizuar të gjitha sfidat që kemi pasur para nesh në infrastrukturë dhe në energji, edhe ky projekt i ri, një projekt gjeopolitik do thoja, përveç se projekt energjetik, do të gjejë edhe ai realizimin e dur. Shumë faleminderit për informacionin sot, ju uroj punë të mbarë dhe me kratë lehta. Drejtor. Gjithë të mira. Mirupafshim, punë të mbarë.